Po çështja për të realizuar si thosh, një promovim të zotit Shabani, ka nisur që në momentin kur filloi sherrri për listën e kandidatëve për deputet tek nisma Shqipëria bëhet, tek koalicioni i Shqipëria bëhet dhe nisma Turia. Ka pas ndërhyrje politike për ta negociuar që atëherë, për ta xhbërsi? Sipas listës, ose sipas marrëveshjes që ishte bërë mes këtyre dy partive përpara se të bëhej koalicioni, kishte rënë dakord që nëse do kishte një deputet, do ishte Adriatik Lapaj në parlament, ndërsa i dyti do ishte natyrisht Shabani dhe më pas sipas hierarkisë apo sipas rendit që kishin vendosur të dy partitë njëra me tjetrën. Në fakt, në mënyrë krejt papritur, krejt befasishme, të pa parashikuar, të pa bile edhe të pa ndonjë sinjal dhe pa ndonjë shenjë më përpara, zoti Shabani ndërhyri në listë përmes njerëzve të tij, familjarëve të tij, të cilët i kishin vendosur në listën e sigurt, me qëllimin që ata të tërhiqeshin, të ishin persona që me siguri tërhiqeshin nga lista kur vi puna për të... Dhe na garantoni, zgjuzoja se ja bënim si pyetje këtë. Ai e prishi këtë sistem, këtë vendosje përmes një të afërmit të tij, dhe unë mendoj që ka pas të interesuar që zoti Lapaj mos ishte në parlament. Personi më interesuar që zoti Lapaj mos ishte në parlament ka qenë kryeministri Rama, me siguri. Unë nuk kam ndonjë argument, ose argumente kam plot, por nuk kam ndonjë fakt përmes cilit ne mund të shkojmë deri tek një qëllim ose tek një urdhër i zotit Rama në mënyrë që të krijoheshin të gjitha kushtet dhe rrethanat që zoti Lapaj mos të kalonte në parlament, por fakti që pa asnjë arsye, qoftë edhe të jashtme, po qoftë edhe të brendshme, domthonë brenda koalicionit, zoti Shabani e prishi këtë pakt që kishte bërë me kolegun e tij përpara zgjedhjeve, do të thotë se një interes më i lartë e ka çuar Shabanin të kjo vendimarrje, duke nxitur të afërmit të familjes së tij që mos të tërhiqeshin nga lista. Dhe kjo natyrisht që prishte gjithë rregullin që ishte vendosur më përpara dhe përmes kësaj prishi rregulli, nuk ishte rëndësi se kush futej më në parlament, një i afërm i Shabanit apo një i afërm i Lapajt, rëndësishme ishte se Lapaj nuk do ishte në parlament. Dhe që përja asaj dite, kushdo që i ndjek politikën shqiptare në VMC dhe për ditë, domethënë kushdo që është gazetar, e kupton që zoti Shabani do merrte shpërblimin për këtë gjë. A do ishte avokati i popullit apo do ishte ndonjë detyrë tjetër, zakonisht këta shkojnë bëhen zëvendësministra. Nuk dijej, por siç duket u shfaq momenti kur zoti Shabani mund të merrte edhe pozicionin e avokatit të popullit. Dhe për këta i shfrytëzoj një moment, ka shpjeguar Berisha në 2 dalje publike para 2-3 ditësh edhe dje, me sa më duket, që zoti Shabani arriti të merrte firmat e deputetëve të Partisë Demokratike në momentin kur është diskutuar për mbështetjen e kandidatit pavarur për Bashkinë e Tiranës, zotit Kleran Binaj. Në këmbim të asaj mbështetje, ose si thuash për të ndërtuar një kohezion brenda opozitës dhe partive të opozitës, të cilat do mbështesin një kandidat pavarur, brenda këtij, si thuash si një zgjatimi i këtij kohezioni, ishte edhe marrja e firmave, të cilat nuk siguronin postin e avokatit të popullit, pra zgjedhjen e avokatit të popullit, por siguronin përfshirjen në garë.